super spektakolare me lajmet e saj. Të vërteta, jo të vërteta, mirëmbrëma, mirë erdhe, sa bukur ato syze se ku i kam parë. Mirëmbrëma Bardazista, unë tentova që të vendosja këto syze tot për ta parë botën. Si ta intelektualët. Si që është shefja, po që ka... Si na shikon që. Po i heq më mirë se këto syze nuk shekan për të tërë. Ja se kur e vë gishtin këtu, duke që je intelektual, ja, e bën kështu, edhe... E vërtet ka ngel kjo për shqiptarët, ja, edhe unë kur vendos këto, dukem si një bjonde e zjuar, jo se s'jam, po. Ky ishte lajmi i parë fake. Unë nuk kam nevojë për syze, syzet ju shkojnë vetëm atyre që ju shkojnë. Jeni gati për disa lajme? Si qema, ja, Del. Faleminderit shumë. Edhe ndërkohë që po ju dëgjoja ju në prapasken, po mendoja, kush do vdesi për mua, vdeksha unë për ty. Duhet dëgjuar më shpesh kjo të shprehje. Po pse s'e ka thënë të shprehje ti? Po kohët e fundit sikur s'e kam dëgjuar shumë. Tani të vërtetë. Ushuan burrat duket gash. Ushuan kjo bot s'ka më. Ushuan, por vetëm në rastin e Adelis lejohet. Në rast tjetër jo. Ato që nuk janë shuar janë lajme tona. Se të vërtetën tani kur kanë parë reklamën e Bardazis me ato starti, nuk të thanë ndonjëri vdeksha unë për ty? Po tani unë jam pak modeste. Okej, kuptua. Jam pak modeste. Mirë, kalojmë këtë 3 lajmet. Rozej që ti jesh jo modeste. Po edhe unë do hidratohem me lajthizën si gjithmonë. Orinj fantastike, o zotë sa të mira janë. Na ka freskuar gjithë verën Lejthiza, sa mirë ka bërë. Po, Lejthiza të freskon dhe ndimër, jo vetëm verë. A ishte kishte nevojë për pak freski, në fakt ishte dhe shoferi urbanit. Që qeti moja ma? Po kishte nevojë të pinte një kafe, kështu që zyrtarisht le të nisim me lajmin e parë. Në Tiranë, një shofer autobusi ka ndaluar urbanin në mes të rrugës, sepse donte të pinte kafe. Pasagjerët e pritën brenda derisa mbaroi. Autobusin. Të fusi burg me gjithë autobus. Me gjithë autobus, me gjithë shofer, por... Ka thënë burg për autobusin, si s'ka? Po qa thua? Mendoni që mund të ketë ndodhur kjo? Kjo do të gjdo 10 sekonda. Nuk ma habit kjo gjë, se kam aty ke dhoma tregtis, më kalon gjdo ka autobusi. Urbani. Urbani, fix. Jo vetëm për kafe, po t'i fusin në i byrek, edhe në i dhall, edhe në i lërë, se e din ata. Po më mirë t'jetin... Teke raki këshu, se shkone e qike, s'ka probleme se jenë timoni, teket vogël. Më mirë t'jenë të ngopur, t'jenë të ngopur të lumtur, se sa të tekdisin pasagjerët në njëse. Po parë dhe qanë ngopur. Unë jam dakord që a i të dnaloj të pi kafe të qëtësojët, se po u shqetëzua, kështë një shbën. Shë disi e shkel gazi, si puna ime, e kupton. Tani do shkojmë në Itali, të lajmi 2 të plumbat. Ke ka fazin mëllë. Si ke ka fazin, apa po mëllë? Unë s'baj plumba fare jërë. Ku që duen plumbat këtu? Tu mbaj ca rosa. Po hap, dera ka fazit, e keni parasysh vet ju, e kupton? E kemi dhe shpreje, po mos ndoshta e kemi marrë nga këta italianët. Tani, në disa qytetet Italis, ka nisur gjobat për njerëzit që ushqejnë pëllumbat me misër, agrura. Ne e bëjmë gjithmonë të. Po pse çan do? Po pse çan do për ushqeve? Dhe goxha gjob. Po pse çan do për ushqeve? Po si duke shëndoshen edhe huajm nga obeziteti dhe plumbat. Edhe ky lajm është, ë? Ky lajm është, po a do jeti vërtet apo jo? Se mos lëshojnë kështu mesazhe nga lart. Plumbat. Mesazhet do jenë kur han shumë, po sikur të jetë edhe, po, ke drejt, po e kuptova. Mesazhet do jenë më të plot, kështu që... Po edhe unë e besoj këtë? E beson këtë? Ja. Okej, vazhdojmë me lajmin e tretë. Shkojmë tek demat spanjoll. Prit tjera, apo qik? Shenja e demit. Demi këtu, jeti kokra dashit ti, po normal. Dash me brira. Vëmendja vetëm për shenjën e demit. Po edhe gaforret se... Shkojmë. Po si do mos të pjekura. Meri erës tjetër këtu në Bardazi. Si do mos të pjekur. Në Spanjë, një festival është anulluar, sepse fshati nuk ishte mjaftueshëm dema për garën tradicionale. E besoj, 100%, se demi ka karakter. Kemi në dema blotë, të të këshim marrë të ca dema në këta ta. Po për dem rase, fix. Po, demi zelos, se që shkë shpreje. Po ne s'kemi as burra as dema, kë thotë këshim marrë dema. Ata s'kan as burra, thua? Gjigjo, sondazh shumë interesant, këj duhet ta bëja BC-ja. Po? Për burrat. Shumë interesant kjo sondazhja del. Biles, po ta bësh ti, del në kryet listës. Tani, pa më votoni pak, lajmin që mendoni që është i vërtet, ti për demat. Unë jam me demat. Unë jam për atë shoferin. Shoferi është... Kër kemi qenë të vegjil, ne thoshim shoferi ynë ban kampion. Se që ka qenë një vjersh. Ka qenë një vjerë që e thoshim këshu shoferi ynë ban kampion, se që ishte një. Le, mos vazhdo. Mos vazhdo më mirë. Jo, lajme vërtet është i plumbave që kanë fluturu me gjithë kafaz. Po, dhe është interesante që gjoba shkon deri në 500 euro. Kështu që kujdes, kur shkon njerëz tjetër në Itali, kujdes se në disa zona, jo, në Venecia dhe në disa pjesë të Milanos është totalisht jo e ndaluar, por në qofë se ta përbëhon gjepi ushqej. Ka vajtu ligji dera aty, sa mbron plumat. Pa, demat e shkret, sa gjunat që m'vjen për demat, e kupton? Ne po na shtypin ato buz. Po. Këto ishin lajmet fake
dhe jo fake për këtë javë. Deri javën tjetër do kemi të tjera lajme interesante. Qa duhet të bëjmë? Mos besoni çdo gjë që lexoni. Kjo është këshilla ime si gjithmonë. Për mua, bani syze se shikoni më mirë. Mendimi im. Falenderojmë shumë Adelën, me një duar trokitjes edhe publiku për duar troket nga shtëpia. Faleminderit shumë.